Në Pallatin e Brigatave, Rama mblodhi ministrat, kryesinë e grupit parlamentar dhe drejtuesit e qarqeve për të kaluar në sit punët në qeveri dhe në parti teksa afron përballja elektorale e 11 majit. Socialistët do të caktojnë mesazhin politik që do ja përçojnë elektoratit gjatë kësaj fushate, ku synojnë mandatin e 4 qeverisës me zotimin se do të sigurojnë antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Gjithashtu do të analizohet puna e çdo dikasteri qeveritar. Teksa sondazhet tregojnë se prokuroria e posaçme ka besueshmërinë më të lartë qytetare ndër institucionet shqiptare. Mesazhi i Ramës i artikuluar edhe më herët në biseda konfidenciale me ligjvënësit e majit, është ai mbështetje së palëkundur ndaj drejtësisë së re, distancimi nga çdo lloj avokature për emra të përveçëm dhe dhënia e kritikave konstruktive për standardet demokratike që duhen ndjekur. Takimi dyditor i Ramës me qeverinë dhe partinë vjen pak ditë para përfundimit të afatit për dorëzimin e listave shumë emërore të kandidatëve më 12 mars, dhe pritet që kjo pikë të jetë pjesë e diskutimeve. Drejtuesit e qarqeve kanë spikatur disa figura lokale që mund të përfaqësojnë qytetarët në kuvent, por vendimarrja përfundimtare për listat i takon kryetarit të kësaj force politike, Edi Rama. Sa i takon votës së diasporës, numri të regjistruarve është brenda parashikimeve dhe sondazheve të Partisë Socialiste. Tashmë puna me migrantët do të intensifikohet në drejtim të fushatës në diasporë dhe sigurimit të një pjesëmarrjeje të lartë në zgjedhje.